Ish drejtori i klinikës së onkologjisë Nino Vasev, që akuzohet për keqpërdorim të terapisë së shtrenjtë biologjike dhe mjekim të pandërgjegjshëm të pacientëve, kërkon që t'i shfuqizohet paraburgimi shtëpiak, të cilin para një muaji ja shqiptoi gjykata penale. Vasev në seancën e sotme para trupit të përbërë prej 3 gjykatësve të apelit, vetëm shkurt u drejtua dhe tha se pret proces gjyqësor të drejtë. Kërkoi proces gjyqësor të ndershëm dhe fuqizim të masës së paraburgimit, do të thotë kërkojmë të mbrohemi në liri. Avokati i tij Nikola Stavrev theksoi se ai gjatë gjithë procedurës hetimore në mënyrë aktive ka bashkëpunuar, pohoi se Vasevi nuk do të aratiset edhe për shkak se deri më tani ka qenë i qasshëm për organet e ndjekjes dhe se materiali i dëshmive nuk mund të jetë bazë për përcaktimin e masës së paraburgimit. Pohimet e tilla janë të papranueshme për prokurorinë. Sipas prokurores Fatime Fetaj, arresti shtëpiak duhet të zëvendësohet me arrest efektiv për shkak se është e sigurt se do të dënohet, kështu që ekziston dyshime se mund të aratiset. Обвинителството все още ги немало собрано сите оние тој квантум на докази кои што почетните основи на сомневање би ги подигнале на повисоко ниво, до тој степен до кој што сега се, степен во кој што врз основа на прибраниот доказен материјал основното јавно обвинителство Скопје основано може да очекува донесување осудителна пресуда. Колку што е поизвестно соочувањето со можноста од осуда на ефективна казна затвор, така и се зголемува опасноста од бегство. Shfuqizim të paraburgimit shtëpia kërkoi edhe Nehat Nuhi, i cili së bashku me Vasevin është i akuzuar për keqpërdorim të postit, keqpërdorim të shërbimit, mashtrim dhe mjekim të papërgjegjshëm. Gjykata e apelit në mënyrë shtesë do të sjellë vendim nëse do ta pranojë kërkesën e ish drejtuesve të onkologjikut për shfuqizimin e paraburgimit shtëpiak.